Si I përballoi profeti Muhamedi alayhi salam provat më të rënda. Jeta e kësaj bote nuk është projektuar për të qenë një kopësht I qetë pa pengesa. Ajo është një udhëtim I mbushur me luhatje të vazhdueshme pas çdo gëzimi, mund të fshihet një sprove papritur, e pas çdo loti që derdhet në vetmi, Allahu mund të jetë duke përgatitur një çlirim të madh. Secili prej nesh përballet me ditë ku dhimbja e humbjes, pesha e obligimeve apo padrejtësitë e jetës, duke aq të rënda sa që frymarrja bëhet e vështirë. Në ato momente errësire, pyetja që mundon çdo shpirt është: si të gjej forcë brenda vetes kur çdo gjë rreth meje po shëmbet? Përgjigjja e Islamit për këtë sfidë nuk është arratisja apo dorëzimi pasiv, por përballja me të përmes një arme të fuqishme shpirtërore, sabrit, durimit të bukur. Një qëndrueshmëri aktive që mbështetet në shpresën dhe besimin e patundur se asgjë nuk ndodh pa lejen dhe urtësinë e Zotit. Për të kuptuar thellësinë e durimit, duhet të kthejmë shikimin te jeta e profetit Muhamedi alayhi salam. Në historinë e njerëzimit nuk ka pasur njeri që ka përjetuar më shumë sprova dhe humbje se ai, e megjithatë zemra e tij mbeti burimi pa shtershë mëshire. Në vitin që në historinë islamike njihet si viti I hidhërimit, profeti alayhi salam humbi 2 shtyllat e tij më të mëdha mbështetëse. Bashkëshorten e tij të dashur Hatixhen, radhiyallahu anha, e cila e kishte ngushëlluar në ditët më të vështira të fillimit të shpalljes, dhe xhaxhain e tij Ebu Talibin, I cili e kishte mbrojtur nga sulmet e fiseve përreth. I goditur nga kjo dhimbje e dyfishtë dhe I përballur me shtypjen gjithnjëmë të egër në Mekë, ai vendosi të udhëtonte në këmbë drejt qytetit të Taifit, mbi 80 kilometra rrugë malore e mundimshme, I shoqëruar vetëm nga Zeid ibn Haritha radhiyallahu anhu, me shpresën se krerët e atij qyteti do ta hapnin zemrën ndaj mesazhit të Zotit. Por përgjigjja e tyre ishte më e egër se çdo gjë që kishte përjetuar deri atëherë. Krerët e Taifit jo vetëm që e refuzuan me tallje, por nxorën në rrugë fëmijët, shërbëtorët dhe rrugaçet e qytetit. Ata u rreshtuan në 2 anët e rrugës dhe e qelluan me gur pa ndërprerje për kilometra të tërë. Zeidi radhiyallahu anhu përpoq ta mbronte me trupin e tij, duke marrë plagë të rënda në kokë. Ndërsa profeti alayhis salam u goditej shumë, saqë këpucët e tij u mbushën me gjakun që I rrithte nga këmbët. I lënduar fizikisht dhe I thyer shpirtërisht, ai u strehua në hijen e një kopshti me ullin jashtë qytetit. Ndërsa gjakoste, ai nuk mallkoi asnjë prej tyre. Ai ngriti duart të drejt qiellit dhe bëri një nga lutjet më prekse që ka njohur historia. O Allah, te Ti ankohem për fuqinë time të pakët, për pamundësinë e mjeteve të mia dhe për nënçmimin që më bëjnë njerëzit. O më I mëshirshëm I mëshiruesve, Ti je Zoti I të dobtëve dhe Ti je Zoti im. Në duart e kujt po më lë? Te një I huaj që më pret me fytyrë të vrentur, apo te një armik të cilit ja ke dhënë pushtetin mbi mua? Nëse Ti nuk je I hidhuruar me mua, atëherë nuk më prish punë asnjë sprov, por mbrojtja jote është më e gjerë për mua. Pikërisht në atë moment izolimi absolut, Allahu dërgoi engjëllin e maleve bashkë me Xhibrilin alayhis salam. Engjëlli ju drejtua profetit alayhis salam: O Muhammed, Zoti dëgjoi çfarë të tha populli yt. Unë jam engjëlli I maleve. Nëse dëshiron, unë I përplas 2 malet e mëdha të Mekës mbi ta dhe I shkatërroj të gjithë. Përgjigjja e profetit alayhis salam zbuloi sekretin e madh të madhështisë së tij. Me trupin që I dhimte dhe me mjekrin që I pikonte gjak, ai u përgjigj: Jo, unë nuk e dëshiroj këtë. Unë shpresoj se nga pasardhësit e tyre Allahu do të nxjerrë njerëz që do ta adhurojnë vetëm atë dhe nuk do t'i bëjnë shok asgjë. Allahu I lartësuar nuk e lë kurrë pa mbështetje atë që tregon durim për hir të tij. Në Kur'an, Zoti na kujton se sprova nuk është shenjë e urrëties së tij, por një ligj I kësaj bote për të pastruar, forcuar dhe ngritur besimtarët. Ne patjetër do t'ju sprovoj me diçka nga frika, uria, paksimi I pasurisë, I jetës dhe I fruteve, dhe jepu lajme të mira atyre që durojnë, atyre që, kur I godet ndonjë fatkeqësi thonë: Të Allahut jemi dhe te Ai do të kthehemi. Për këtë ka bekim dhe mëshirë nga Zoti I tyre, dhe këtu janë të udhëzuarit. Surja Bekare 155-157. Për çdo adhurim në Islam ka një mas të caktuar shpërblimi, por për durimin Allahu ka vendosur një përjashtim të jashtëzakonshëm. Përfundimisht, atyre që janë të durueshëm do t'u jepet shpërblimi I tyre pa llogari, pa mas. Surja Zumer 10. A mendoni ju se do të hyni në xhenet pa ju ardhur sprovat atyre që kaluan para jush? I goditi ata skamja dhe sëmundjet, dhe u tronditën aq shumë sa që profeti dhe ata që besuan me të thoshin: Kur do të vijë ndihma e Allahut? Vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Surja Bekare 214. Udhëzimet e profetit Muhammed a.s. na ndihmojnë ta transformojmë mënyrën se si e shohim vuajtjen. Ajo nuk është një dënim pa kuptim, por një proces pastrimi shpirtëror. Çështja e besimtarit është e jashtëzakonshme. Çdo gjë për të është e dobishme, dhe kjo nuk i takon askujt tjetër përveç besimtarit. Nëse i afrohet një e mirë, ai falenderon dhe kjo është e dobishme për të. E nëse e godet një e keqe, ai duron dhe kjo është përsëri e dobishme për të. Njerëzit që janë sprovuar më së shumti janë profetët, pastaj më të mirët pas tyre, e pastaj ata që vinë pas tyre. Njeriu sprovohet në përputhje me shkallën e besimit të tij. Nëse besimi i tij është i fortë, sprova e tij shtohet. Nëse sot po kalon një sprovë të rëndë, qoftë humbja e një personi të dashur, një sëmundje e zgjatur, paqëndrueshmëria financiare apo ndjenja se askush nuk të kupton, mos harro historinë e Taifit. Durim nuk do të thotë të mos ndeshësh dhimbje apo të mos qash. Durimi do të thotë ta mbash zemrën të lidhur me Zotin edhe kur sytet u lotojnë. Zoti që nuk e braktisi profetin e tij në kopshtin e Taifit, nuk do të braktisë as ty në sprovën tënde. Errësira e natës është gjithmonë më e dendur, pikërisht përpara se të lindë dagimi.